Ue, pa besushme. Edi Rama e ka lëshuar një kakërdhi sot, se si kakërdhi, po si ka mundësi që mund të gënjej, të mashtroj një kryeministër, një kryetar partie, njëri që është në pushtet në krye të qeverisë prej 14 vjetësh në mënyrë kaq të paskrupull, kaq të ullët dhe kaq të fëlliqur. Ka postuar sot Edi Rama një video që tregon se si ka ndodhur ngjarjet me mua. Për turpin e madh shkruan dhe me shkronja të mëdha. Shikoni pak si shkruan te teksti i postimit të tij. Shikoni pak shkrimin me shkronja kapitale. Ja që për fat të mirë ka dhe një video tjetër e cila tregon krejt të kundërt. Kjo është video ime, qa video tjetër? Po shikoni pak video më ta kuptoni. Ja, shikoni pak, edhe më ignorant i internetit dhe kuptonte që zëri është nga celulari im, kam celulari në dorë, kuptohet zëri dhe këtu tani celulari shkon të qeske fiqve. Shikoni pak celularin si shkon të qeske fiqve kur me idhen bodyguardët dhe ma rëmbej nga dora. Ma rëmbej nga dora dhe japin Edi Ramës. Shikoni dhe njerë. Ja, celulari si mund t'jetë një personi tret. Shikoni qa gënjesh dhe si mund t'jetë ja celulari. Se personi tret do i idhni në qeskën e fiqve. Çdo donte personi tret fuse celularin të qeska e fiqve të mi. O mashtrus ordiner. E pra, e pat se si shkruan një video tjetër. Ajo është video e celularit tim.